Javën e kaluar, ju njohëm me rastin e një zonje nga Fieri, vajza e së cilës ka dalë përfituese e bursës shkollore me kategorinë fituese prind invalid. Vajzën e kam në shkollë, gjimnazi Besnik Sykja. Kam bërë dokumenta për pritet të punë e bursit të vajzës time. Për ta sqaruar, bursa e shkollës është një pagesë mujore e cila i jepet nxënësve të arsimit 9 vjeçar dhe të mesëm sipas 3 kategorive, ku merren parasysh karakteri ekonomik, rezultatet e arritura dhe kategoritë jashtë kriterit ekonomik. Mi marr një letër nga shkolla që çupa frekuenton këtë shkollë. E shmarr vendimi që vajza ka fituar bursën. Po prit për lek s'ka, prit për lek s'ka. Për një moment, nëna e vajzës dyshon se ky problem është shkaktuar nga një ngatërres në dokumentacionin e bursës që lidhet me emrin e shkollës. Për vitin 2023, për 2024 jo për fajin tim. E kishin çortë një shkollë tjetër që çupa ime nuk kishte qenë fare tek ajo shkollë. Si shihet në këto dokument, në bazë të vendimit numër 135, datë 21/12/2023 të Këshillit Bashkiak Fier për miratimin e bursave të shtetit për nxënësit që ndjekin programet mësimore pranë shkollave të mesme e profesionale, Rakip Kryeziu dhe Petro Sota në Tiranë, përfituese është edhe vajza 17 vjeçare e zonjës. Por ndërsa në vendim janë situar këto dy shkolla, vajza studionte në gjimnazin Besnik Sykja. Nga ky gabim, nisi më pas një përcjellje dermoder sa në Bashkinë e Fierit e sa në institucionet arsimore, që vazhdoi për disa muaj, derisa familjarët e vajzës të lodhur hoqën dorë. Pa i marrë parat e bursës, madje pa e ditur ende sot se ku kanë përfunduar. Sidoqoftë, për vitin e ri shkollor 2024-2025, edhe një herë, zonja vendosi të plotësoj dokumentacionin e nevojshëm, me shpresën se vajza do të bëhej përfituese e një burse aq të nevojshme për të. Para dokumentat prapë për vitin e 2024 për 2025 u mor vendimi prapë, që e fitojmë. Sërish me statusin për prindër invalid. Bursa u përfitua me vendimin e Këshillit Bashkiak Fier numër 141, datë 23/12/2024, e cila rezulton e treta sipas kërkesave të paraqitur në Bashkinë Fier nga personat e interesuar, e firmosur nga vetë kryetari Armando Subashi. E po më në fund bursa do të merrej, apo jo? Jo po i katije, jo po i këtu, jo po ndale se do veshte shkolla, jam interesuar te shkolla drejtore, më thamë ne nuk japim lekë, ne japim simta. Kurse ne nuk na ka ardhur gjata. Për të dytin vit radhazi, sorollatjet sa në Tiranë dhe Fier vazhduan pa marrë asnjë përgjigje. Çau bë me atë bursën? Edhe para dhe e dyta, as të para po marr dot, as të dytën trupën. Ato janë për publike, ka dalë emri e tyre. Po emri ka dalë, po ne nuk kemi marrë asnjë. Po ne as vitin e parë nuk e kemi. Nga sa shihet, e gjithë bashkia është e informuar rreth këtij problemi, por askush nuk është në gjendje të japë një përgjigje se ku janë lekët. Ma shiko më i ti se në Tiranë, duhet janë atje. Është përfituese në Fier, për do të japi Bashkia Fier, jo ne. As këtu nuk morëm zgjidhje. Prandaj, mbatim këpucët edhe një herë drejt Fierit, kësaj radhe tek juristja e bashkisë. Si jeni? Jam Lojla nga emisioni Piranja. Duam të dim çfarë problemi ka zonja që nuk e merr bursën e vajzës. Sepse është i dyti vit që nuk e ka marrë. Ku kanë shkuar fondet? Fondet që bënë këtë gjëra kështu. Sepse është nisë para prakisë që ne kemi këtë problem dhe duhet. Po pra, erdha për të pyetur ku janë fondet, pse nuk e merr dot zonja bursën e vajzës. Në të gjitha zyrat ku zonja ka trokitur, është përballur vetëm me fjalë dhe supe të ngritura, e asnjëherë me zgjidhje të hallit. Po ku është ngërçi? Unë mund të bëj këtë gjë, nëse ata thonë që ka Bashkia Fier, ata të mi thonë që duhet ta bëj Tirana, nuk e di të bëjmë një shkresë pastaj për ta interpretuar këtë gjë. Pra si mund ta zgjidhim këtë problem? Do merrem unë pak me këtë gjë. Ja unë sot jam dieni të kësaj. Dhe kryetari e mbajti fjalën duke na sjellë shkresën e cila përfundimisht sqaron gjithçka. Në të shkresë thuhet fare qartë se fondet buxhetore për mbulimin e shpenzimeve për bursat administrohen nga njësitë e vetë qeverisjes vendore sipas vendodhjes territoriale dhe administrative të shkollave ku nxënësit studiojnë. Pra e gjitha e qartë, vajza 17 vjeçare e cila studion në Tiranë duhet ta tërheqë bursën në minibashkinë që i korrespondon shkollës Besnik Sykja. Dhe ne aty duhet të shkojmë me shpresën se kësaj radhe do të jetë hera e fundit. Por sërish nuk ishte e thënë, sepse pasi me shkresën në dorë u drejtuan për tek njësia 6 e Bashkisë Tiranë, zonë ku ndodhet shkolla Besnik Sykja, morëm këtë përgjigje. Shërbejmë vetëm qytetarëve që janë banor të njësisë 6 dhe kanë një dosje të hapur këtu. Në momentin që ne nuk e kemi zonjën me shërbime, nuk mund t'i ofrojmë pagesat të tjera. Në bazë të kësaj. Të Bashkisë Armando Subashi thot, fondet buxhetore për mbulimin e shpenzimeve për bursat, si dhe numri i bursave për nxënësit administrohen nga njësitë e vetë qeverisjes vendore sipas vendodhjes territoriale dhe administrative të shkollës
shkollave apo kundër? Po zonja nuk merr në zyrën e shërbimit social, njësia administrative numër 6, zonja nuk është regjistruar fare. Dhe në momentin që zonja nuk është regjistruar fare, unë si shërbim social nuk mund të ofroj gjë. Si mund të vënë në zbatim të ligjin? Nuk e njoh si individ. Ligjërisht, për të zbatuar këtë ligj nuk njoh ligjin tjetër. Bashkia Fier është e bindur se ka të drejtë dhe parat duhen tërhequr në Tiranë. Në të kundërt, punojësja e njësisë 6 është e qartë dhe e prerë se vajza nuk mund t'i tërheq parat aty. Sërish ping-pong. Tani, është radha të pyesim të Drejtoria e Politikave Arsimore në Tiranë. Bëhet fjalë për një VKM që është publike. Pra nuk është një VKM që interpretoj unë apo interpreton ti si të duam ne. Shkollat e përgjithshme, fondet i kalojnë vetë qeverisës vendore atij ku aplikon. Vajza nuk ka aplikuar ndonjëherë në Tiranë. Pra bursën ja ka miratuar Bashkia e Fierit. Dhe automatikisht, siç i ka kaluar kuota Bashkisë së Fierit, i kalon dhe vlera monetare. Pika që ka cituar këtu specialistja për kace që ka bërë këtë, bëhet fjalë për shkollat profesionale. Sepse shkollat profesionale janë të pakta në numër dhe janë të lokalizuara në disa qytete. Kur bursën ta miraton Bashkia X, ti kuotën e ke tek Bashkia X. Vajza vazhdon të jetë rezidente në Fier. Kuotën e ka fituar në Fier me vendim të Këshillit Bashkiak të Fierit. Kështu që kjo pikë është cituar jo në mënyrë korrekte sepse bëhet fjalë për shkollat profesionale. Gjithçka shumë e qartë. VKM-ja është interpretuar gabim nga juristja e Bashkisë Fier. Ndaj për herë të tretë, na duhet të shkojmë në bashkinë e këtij qyteti për të informuar si zyrën e informacionit, ashtu edhe kryetarin Armando Subashi. Por me që jemi në fushat elektorale, atë e gjejmë në terren. Ju kërkuam në zyrë që ju gjetëm. Ja, me gjetë tu duke punuar. Po ju gjeta këtu se s'mora si përgjithësia. Në qoftë se ata të Tiranës vazhdojnë rinë në këtë pozicion, atëherë ne do të shikojmë mundësi që në mbledhjen e fund muajit, që i bie ndofta mbas datës 20 maj, mund të bëjmë një vendim të posaçëm pasaj ekstra në Këshill për ta zgjidhur si problem. Sepse nuk besoj që i qëndron ajo ideja që ai vendim është vetëm për shkollat profesionale. Vendimi kur merret për gjitha bursat. Ja, këtu dua të ndalim. Një vendim që merret në Këshillin Bashkiak të një Bashkia X, në këtë rast të Bashkisë së Fierit. Fondet alokohen nga Ministria e Arsimit dhe sillen tek ju dhe ju e bëni listën se kush e fiton. Ale ka përfituar apo jo. Vajza e zonjës është në listë, ka dalë fituese. Ka dalë fituese që përfiton bursë, por pastaj se ku e merr në Fier apo e merr diku tjetër, këtu hyn në loj pastaj pjesa se ku e bën shkollën. Përderisa është miratuar në Këshillin Bashkiak të Fierit, sepse është rezidente e Fierit. Po, pra se është me gjendje civile në Fier, por për faktin që se bën shkollën në Fier, ndoshta kjo është pengesa që nuk po e përfiton. Problemi është që të gjithë mundohen që tregojnë kujdesshëm në raport me zbatimin e ligjit, sepse kur bëhet fjalë për të paguar ca lekë nga lekët e shtetit, sigurisht që gjithë duhet tregojnë kujdesshëm. Duket se kryetari ende nuk është i qartë pavarësisht se hetimit në mënyrë korrekte të VKM-s nga Drejtoresha e Politikave Arsimore në Tiranë. Prandaj na orienton tek specialistja e tij në Bashkinë Fier. Me sa duket, jo aq për të zgjidhur punë se sa për të na hequr qafe. Për intervistën, Fonja atje, po unë besoj që do zgjidhin gjëra ato, se ajo do vazhdoj të mbajë atë politik të mbajë. Në ato stresin të tanishë. Ka të zgjidhje, se juristja mund të zgjidhja është kjo që ju thash unë. Po ju jeni titullar. Po jo më si apo se ka drejtori për atë punë, se s'vendos unë, do e kështu edhe patjetër. Ka njerëz tek mua vjen i fundit, bile mund mos vi fare. Po pra prandaj po them, mund mos vi fare tek mua sepse ka drejtori të posaçme që merren me atë punë. Duke filluar nga drejtoria juridike, nga drejtoria e shërbimit social, nga drejtoria që merret me bursat e kështu me radhë. Në këtë rast VKM-ja Po nuk e dim gabim apo jo, do ta gjykojmë këtë. Por besoj që do zgjidhet, nuk shoh ndonjë problem. Edhe ne besojmë zoti kryetar. Pavarësisht se durimi po na soset, nga këto ECA-ke pa rezultat. Që këtë radhë na rikthejnë sërish në zyrën juridike të Bashkisë Fier. Sapo kam folur me kryetarin e bashkisë dhe takova në saj që flasësh me juristën për një intervistë. Ka kontaktuar. Që ajo të pranoj intervistën se s'është detyrim ligjor intervista. Informoj qytetarët është detyrim ligjor. Pas komunikimit që ka bërë kryetari në lidhje me juve dhe angazhimit që i ka kërkuar sektorëve përkatës për çështjen e bursës dhe komunikimit që kemi pasur me Bashkinë e Tiranës si edhe me Ministrinë e Arsimit, kemi dhënë zgjidhje të tillë për çështjen e bursës. Që do të thotë? Që Bashkia e Fierit do të marrë një vendim ta përballoj me fondet e veta financiare dhënien e bursës së nxënëses. Më në fund, pas rollatjeve të paimagjinueshme,
Një lajm pozitiv. Vajza 17 vjeçare do ta marrë bursën që i takon prej 2 vitesh me ligj. Por ne duam të dim edhe diçka. Se ndodhi gjithë kjo nga të rreth? Sepse gjasat për të përsëritur janë dhe ne nuk është se kemi aq kohë sa të vrapojmë zyrave për t'ju mbushur mendjen autoriteteve se po gabojnë. Ne na ka ardhur një shkresë nga kryetari para disa ditësh me një VKM të përmendur nga specialistja. Pika që ka cituar këtu specialistja për kacën që ka për këtë, bëhet fjalë për shkollat profesionale. Kështu që kjo pikë është cituar jo në mënyrë korrekte sepse bëhet fjalë për shkollat profesionale. Jemi okay? Pikërisht. Ajo nuk është shkollë profesionale. Po pikërisht është shkollë profesionale. Është arsimi është arsimi bazë, duke përfshirë 9 vjeçaret, edhe për këtë rast duke konsideruar si familje në nevojë. Me 2 prindër. Bashkia Fierit i ka dhënë vendim, pra ka marrë një vendim në favor të dhënies së fondet i lëshoni ju. Pra që do të thotë neve do të nxjerrim fond nga të ardhurat tona për të përballuar pagesën e... Pse duhet të nxjerrni ju fond nga të ardhurat tuaj kur Ministria e Arsimit e ka dhënë fondin? Ministria e Arsimit jep për shkollat Jo, VKM-ja është e qartë, shkolla profesionale dhe gjimnazet e përgjithshme. Lexoni ju VKM-n sepse shkresa erdhi nga ju, jo nga mua. Lutem, dhe ajo Vull të kryetarit të bashkisë dhe me specialistë në fjalë ka nga ju, jo nga mua. VKM-ja në frymën e vet është për arsimin profesional. Pra, VKM-ja që ka dalë për arsimin profesional. Jo, VKM-ja që më keni çuar ju me shkresë zyrtare para disa ditësh ka ardhur me për shkolla profesionale. Unë dua për shkollat që janë vajza. Gjithkohon është për shkollat profesionale. Si për shkollat profesionale është e cituar që vajza ndjek gjimnaz të përgjithshëm, nuk ndjek shkollë profesionale. Nuk bindën, jo. Kur do marrë zgjidhje çështja? Kur do marrë vajza? Do të merr një vendim me këshillit dhe do të kaloj si fond. Rëndësi ka që zonja dhe vajza e saj zgjidhen një problem që duhet të ishte zgjidhur këtu e një vit më parë.